Jemi të kënaqur që jeni sot këtu në shtëpinë tuaj. Është kënaqësi e veçantë të konfirmojmë bashkëpunimin edhe të dy trupave tona policore, e cila ka qenë e shkëlqyer dhe jo vetëm në nivelin menaxherial, por edhe në nivelin teknik. Ne kemi ecur përpara dhe ato që kemi theksuar dhe në takimin e nëntorit, cilin kemi rastin t'ju falenderojmë për mikpritjen që na ofruat në vendin tuaj. Jemi sot për ta shuar më përpara këtë bashkëpunim dhe për ta parë nga afër ato cilat ne dakordsuam në njësinë speciale Renea dhe në forcat tona të sigurisë kombëtare, për ta çuar më përpara bashkëpunimin ashtu siç i ka hije dy vendeve tona. Unë dua të shpreh falënderimin tim për Policinë Shqiptare, sepse jo vetëm gjatë 10 qesuje, po edhe gjatë gjithë këtyre viteve të fundit ne kemi pasur një bashkëpunim të jashtëzakonshëm. Përveç asaj profesional, po ashtu edhe vëllazëror. Policia Shqiptare na ka dalë ndihmë sa që kemi pas nevojë me gjithë atë që ka pas, duke filluar prej këshillave, përvojës juaj të madhe, po ashtu edhe mjeteve logjistike, mbështetjes ndërkombëtare, sidomos te pjesa e lobimit në mekanizma ndërkombëtare të bashkëpunimit policor, po edhe pjesa e bashkëpunimit praktik, mendoj që është duke shkuar jashtëzakonisht mirë, të policore si nga pjesa e bashkëpunimit ndërkufitar, po ashtu te pjesa e luftimit të krimit të organizuar, pastaj edhe te pjesa praktike janë duke punuar jashtëzakonisht mirë, po edhe te pjesa e hetimit të krimit e grupeve kriminale hetimit përbashkëta është duke shkuar shumë mirë, kështu që jemi pjesë edhe hetimit përbashkëta me disa shtete tjera që kanë japur rezultate. Tash na mbetet që ne si dy drejtora ta çojmë përpara dhe më shumë të avancojmë bashkëpunimin mes dy organizatave tona. Besoj që kemi ekipet e jashtëzakonisht mira, të motivuar për me kryer këtë punë. Falenderoj bashkëpunëtorët tuaj për gjithë mbështetjen që ja kanë dhënë Policisë Kosovës. Ndërsa vizita e sotme, siç tha ju, ka të bëjë më shumë në pjesën e menaxhimit dhe për të pa përvojat, do shkëmbij përvojat në pjesën e menaxhimit të njësiteve speciale, njësiteve të veçanta të policisë. Pastaj të shohim, besoj që kemi më shumë për të marrë, po edhe diçka për të dhënë nga menaxhimi dhe nga përvoja jonë si Policia e Kosovës, si polici e re, po që po merr formën e saj me punë, me angazhim dhe me rezultate gjatë viteve të fundit. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Është artefakti më i vjetër që kemi gjetur në Kosovë, që lidhet me ëmbëlsirën antike.